Nuk e meriton familja që të bëhet në atë formë sa e kanë bërë shumë prej të rinjve sot, e kanë bërë vërtet një hotel. Fillimisht të rinë sot duhet të ndërgjegjësohen, të vetëdijsohen, të kuptojnë që duke qenë se familja është institucioni më i rëndësishëm në shoqëri, atëherë duhet të jenë sa më të lidhur me këtë familje. Duhet të qëndrojnë sa më pranë kësaj familje dhe duhet të jenë të angazhuar me plan programe dhe projekte të përbashkëta dhe jo vetëm domethënë për qenien e tyre afër familjes për një mirëqenie më të mirë, por të jenë edhe dobi të shoqërisë dhe dobia në shoqëri fillon pikërisht nga familja dhe mbi të gjitha duhet kuptojnë konceptin shumë të rëndësishëm. Nëse një i ri edukohet dhe formohet fillimisht në familje, do të thotë që ai duhet ruajë raporte më të mira, të jetë i lidhur vazhdimisht me familjen, sepse shumë shpejt më vonë pas adoleshencës njeriu, domethënë ky i ri do të rritet, do të formohet dhe do të formojë dhe ky familjen e vet. Pra do të kalojë nga një dimension i familjes nga prindrit e tij në një dimension tjetër të familjes kur ky do të bëhet domethënë prind. Dhe përrjedhoj është e pakuptimt jeta e një të riu i cili don të formoj ose të krijoj jetën e tij pa qenë i lidhur me familjen, apo jetën e tij duke mos kuptuar se ç'është familja, duke mos kuptuar konceptet bazë të familjes. Dhe përrjedhoj ky nuk do të jetë më i gatshëm, madje nuk do të jetë i aftë apo nuk do të jetë i orientuar në formën më të mirë për të formuar tashmë ky familjen e tij. Andaj dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam kur thotë që njeriu më i mirë ndër ju te Allahu xhelle xhelalu është ai i cili sillet më mirë me familjen e tij, sillet më mirë ka kuptimin që qëndron me ta, e forcon raportin më shumë, mundohet të jetë i lidhur në formën e dobiprurjes, mos jetë njëri domethënë ashtu i padobishëm, dhe pastaj thot wa ana khairukum li ahlihi, dhe unë jam më i miri ndër ju në familjen e tij. Dhe hadithi nuk lidhet vetëm me profetin Muhammed alayhi salatu wasalam, i cili këto fjalë i kishte thënë pas moshës 40 vjeçare. Jo, do të jemi të mirë me familjen tonë në të gjitha fazat dhe etapat e jetës tonë. Dhe nuk duhet përfundojmë, nuk e meriton familja që të bëhet në atë formë sa e kanë bërë shumë prej të rinjve sot, e kanë bërë vërtet një hotel. Familja është kthyer në hotel për shumë të rinj. Në cilin aspekt? Vinë në shtëpi për të ngrënë diçka, vinë në shtëpi për të marrë diçka, apo për të pushuar, për të fjetur gjumë, dhe e gjithë jeta e tij nuk ka lidhje më pastaj me familjen. Jo, nuk do të jetë ky raport i trinjve me familjen. Siç tham, nga familja buron dashuria, nga familja buron ndërgjegjja, nga familja buron edukimi dhe formimi, nga familja është burimi dhe kultivimi i vlerave të vërteta të njeriu. Dhe përrjedhoj, nuk ka se si të kthehet vërtet në një hotel ku njeriu shkon, përfiton, merr, mund të themi deri aty dhe abuzon me familjen e tij për të zhvatur dhe për të marrë sa më shumë, apo dhe për të pushuar ndoshta dhe të nesër ai nuk ka lidhje me familjen e tij.